Mbrëmjen e djeshme, pikërisht këtu pas meje, kanë humbur jetën në një aksident tragjik dy të mitur, një 16 dhe 14 vjeçar. Mungesa e sinjalistikës, por edhe ndriçimi gjatë natës, vijojnë të jenë një problem i vazhdueshëm në këtë zonë, ku shpeshherë janë bërë shkak për aksidente. Kjo rrugë vijon të jetë e pambrojtur, duke vënë në rrezik çdo ditë jetën e kalimtarëve dhe shoferëve. Aksidenti i ndodhur mbrëmjen e djeshme ka rikthyer në vëmendje probleme të mëdha në infrastrukturën rrugore në zonën e Stomgolemit, ku si pasojë e këtij aksidenti tragjik humbën jetën dy të mitur. Aksidenti ka ndodhur në një segment rrugor ku mungon ndriçimi dhe sinjalistika, element thelbësor për sigurinë, por që prej kohësh injorohen nga institucionet përgjegjëse. Kalimtarët shprehen të shqetësuar ndërsa thonë se aksidentet janë të shpeshta, pikërisht për shkak të kushteve të rrezikshme në këtë rrugë. Se një kjo rrugë ju ka bën ndriçimi, qysh sa shit rruga. Ndriçimi faktike nuk është bën. Jo vetëm një ky rast i humbi jetën një ky 16 vjeçar, por disa herë kanë zgjedh motorra si janë shkepi, makina si kanë lënë kollçuqet e to, vetëm arsyeja e ndriçimit rrugës që paret po shpenzohen pe shtetit, edhe nduke s'po vehen se ku po shkojnë. Që nezën dritat veç qasjesin familjarët në dritë me nezë të shtegu i të në, të porte aty nëse s'nezë as i dritë. Kjo është problem. Pse deli thmi, deli qenë, deli mic, deli diçka në rrugë, është primen shqetësuese se mu më të kanë me ulltue natën, me i kamion që në blesh, është primen shqetësuese me ulltue. O primen shqetësuese, sidomos për bicikletat si kana për para, që nuk i shofim në drita njën e tjetër. Shteti i ka pas së qilë që ju shtë bëjë kjo rrugë. Së qilë i ka pas shteti si janë vënë tonë të ala me të shtyllash, edhe nuk janë vënë duke ala. Bajmë kërkesa, kush na i plotëson, po tjetër është shqetësuese për ne, është shqetësuese për çdo njeri si ka familje e gjanë këtë jetë. Po dhe të friksuam një për zotin, çfarë duhet të jemë si kështuam, edhe herë tërë, herë shije, herë bore, herë sen rruga, herë gjana, herë ike, herë zohe, herë çove. Mungesa e ndriçimit dhe sinjalistikës rrugore në zonën e Stomgolemit përbën rrezik të lartë për jetën e kalimtarëve. Institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërhyrë për të parandaluar aksidentet, pavarësisht kërkesave të përsëritura nga banorët dhe incidenteve të njëpasqyrshme. Në një rrugë të jetë frekuentuar çdo ditë nga këmbësorë dhe automjete, vendosja e ndriçimit dhe sinjalistikës rrugore është e domosdoshme për të shmangur aksidentet. Ndërkohë, përballë një situate të tillë, edhe prindërit duhet të tregohen më të ndërgjegjshëm dhe të mos lejojnë fëmijët të qarkullojnë me motomjete. Po ashtu, kërkohen kontrolle më të rrepta nga policia rrugore për të parandaluar këtë fenomen gjithnjë më të përhapur.